shqetësimeve tek Dobresh. Dvitis, pra, si qëndrojmë këtë pjesën e asfaltimit rrugëve, janë të dëmtuara, janë në procedurë, çka pritet me u rregullu këtë vit? Rrugë të dëmtuara në vitin më tregu drejtën nuk ka, është pak rrugë kohë që mund të jenë devastuar gjatë fazës dimnore, nëse flitet për rrugën magjistrale që i bën për Dobresh, është çështje tjetër, është kompetenca e magjistrales e cila do të më mirëmbajt. Mirëmbajtja verore, mirëmbajtja dimnore është kompetenca e Ministrisë Infrastrukturës drejt për drejtë. I baj thirrje Ministrisë që vërtet mi kry detyrat e veta për cilat është e përcaktuar, ndërsa rrugë lagjore, rrugë të fshatit, rrugë dytësore, terciore, rrugë që lidhin fshatrat, rrugë që lidhin lagjet me vete, ne shumicën i kemi kry edhe në fshatrat më të larta, edhe në vidin. Dobresh tash është një rrugë e cila e lidh me rrugën që kum lidhën për Slatin, që e lidh disa fshatë dhe rrugën që kryqëzohet aty me Drobeshin, me Smirën, me Gërmovën, që del tash te palestra, që jemi duke rregulluar fusha sportive, shtegu të shtiqet atletikës dhe edhe fushave të tjera, është tash edhe fusha e tenisit edhe disiplinat e tjera të futbollit vogël e të tjera, tash është bërë edhe shtatyra Miralis Ediut dëshmorit aty. Ajo rrugë që lidh natyrisht një logjika e la center, që del atje, është shumë e shkurt, kemi planifikuar do ta rregullojmë natyrisht vit për vit me planifikim buxhetor të rregullt, mbas seancat dëgjimore për buxhet që ne i kemi mbajmë me fshatna, ne i rregullojmë vazhdimisht sipas planifikimit dhe dinamikës. Po, kryetarën falenderoj shumë për këtë lidhje direkte, ishte shumë kënaqësi të pas tek emisioni Adresa e Ankesave. Faleminderit edhe juve, gjithëherë respekt. Faleminderit shumë.